Të dashur shqiptar kam vendosur të mbledh të gjitha robotët e luftës së yjeve, sepse gjuha shqipe është më e çuditshme se sa lufta e yjeve. Më e lehtë të shpjegosh luftën e yjeve se sa historinë e Shqipërisë. Sepse emri Dalmatos, zbulimi im, është krijuar në gjuhën ilire sipas modelit të gjuhës latine Dalmatus. Prapashtesa atus do thot cilësi në latinisht. Barba është mjekra në latinisht. Barbatus është një person me mjekër të gjatë. Kjo prapashtesë, atus, bëhet prapashtesa e ilirishtes atos, Dalmatos, mashkullore, Dalmatia, vendi i dalmatëve dhe barbatëve, dhe në gjinin femërore bëhet Dalmates, pastaj shqiptohet Dalmatis. Këto ndryshime fonetike janë ndryshime fonetike të greqishtes. Merrni frym thellë. Kjo prapashtesë hyn nga gjuha latine në gjuhën ilire dhe bëhet prapashtesë për të gjitha fiset ilire. Atos për emrat mashkullor dhe ates për emrat femëror. Dhe kjo bëhet prapashtesë e greqishtes, jo e shqipes. Për shembull, në gjuhën latine barba, mjekra, barbatus, në greqisht kjo bëhet barbatos. Pra barbatus, barbatos. Mënyra se si krijohet fjala barbatos në greqisht, krijon fjalë të tjera në greqisht. Halikatos, me krip. Hionatos, me bor, nga hioni, bora, në greqisht. Por këto ndryshime ndodhin në greqisht në periudhën e mesjetës, mbas shekullit të 15 të dashur shqiptar. Ilirishtja është më greke se sa greqishtja. Tiparet themelore të ilirishtes janë bërë tipare themelore të greqishtes moderne. Dernat pik, sa që krijohen forma mbimërore nga folje, nga emra në greqishtën e sotme. Për shembull, kemi nga foljet në greqisht gematos, mbushur plot. Nuk gjej dot fjalë. Kemi trehatos, nga vrapoj, ka kuptimin që vrapon, që derdhet, që pikon. Ka marrë kuptimin djali i, nga Alex, Alexatos, në greqisht, djali i Aleksit. Kjo është prapashtesë dalmate, ilire, dhe tekstet me fjalën Dalmatos janë gjetur kudo në Iliri dhe në Dalmatsi dhe janë në greqisht. Të gjitha tekstet e gjetura në Dalmatsi, Panoni, Shqipëri janë në greqisht, dhe kjo është një greqishte që quhet dialekti epik. Në greqisht duhet ishte ho Dalmatos me formën e prapashtesës latine atus në atos në greqisht dhe me formën e trajtës së shquar ho. Kjo është hequr në gjuhën dalmate, nuk ekziston. Një lloj me fjalën brini në shqip. Brindos në gjuhën mesape, do të ishte në greqisht ho brindos, është në gjuhën mesape brindos. Pra i vetmi ndryshim midis gjuhës dalmate dhe mesape dhe gjuhës greke është se nuk vendoset forma e trajtës së shquar ho dalmatos, ho brindos, por në ilirisht është dalmatos, brindos, dalmati dhe brini. Është origjina e fjalës brindizi,
qyteti i Brindizit në Itali, edhe sot e kësaj dite. Plini i Vjetër thot që ilirët flasin dialektin graean, e do të thotë greqisht të dashur shqiptar, thot Plini. Mëre, kuptoni apo jo që tekstet në Shqipëri dhe në Dalmaci dhe kudo në Panoni, në Daki, në Rumani, janë në greqisht. Në Maqedoni, në Thraki, në Dardani, janë në greqisht të gjitha tekstet. Dhe gjuhëtarët francezë thonë që këto janë tekste me gabime gjuhësore, sepse ilirët nuk e vendosnin formën e trajtës së shquar para emrit. Pra, vajzë dalmate, dalmates, në greqisht duhet ishte he dalmates, ose ha dalmates. He dalmates në dialektin atikës dhe ha dalmates në dialektin dorik. Në ilirisht mungon kjo formë e trajtës së shquar, edhe për emrat femëror. Kjo është ilirishtja, është dialekti epik i përdorur në poemat e Homerit. Domethënë është një zbulim epokal. Ilirishtja është greqishte, ku emrat dalin pa formën e trajtës së shquar. Ky është i vetmi ndryshim midis ilirishtes dhe greqishtes. Dhe zhvillimet fonetike që kanë ndodhur në ilirisht janë bërë procese të ndryshimeve fonetike në greqishtën e mesjetës dhe atë moderne të dashur shqiptar. Gjuha shqipe nuk krijon fjalë me prapashtesën atos. Nga fjala borë, ne nuk kemi boratos, si në greqisht, hionatos, me borë. E kuptoni apo jo? Mëre, e kuptoni, arrini ta kuptoni, ai truri i shqiptarit, arrin ta perceptoj që ilirët kanë folur greqisht apo jo, sepse këtë nuk e din as grekët vetë. Grekët, more, nuk e kuptojnë që ilirët kanë folur greqisht, sepse në greqisht duhet të futet forma e trajtës së shquar. Në mesapisht mungon. Ky quhet dialekti epik, që grekët e quajnë gjuhë artificiale, sepse s'ka kuptim në greqisht të përdorësh fjalë pa formën e trajtës së shquar. Ky është i vetmi ndryshim midis ilirishtes dhe greqishtes. Ilirishtja është dialekti epik, poemat e Homerit, poemat e Kocaqit. Kocaqi na ka bërë pellazg, domethënë grek, që ishte dialekti folur në Thesali. E kuptoni apo jo? Lugina e Thesalis quhet Pelasgiotis, Pelasgiotes. Pra, në dialektin e ilirëve duhet ishte Pelasgiates. E kuptoni apo jo? Në greqisht është otes. Epir, Epiriotes, është banori i Epirit, ndërsa banori i Dalmacis është Dalmatos, ose gruaja është Dalmates. More, është dialekt grek, ilirishtja, ndërsa pelazgjishtja është edhe më grek akoma. Pelasgiotes janë banorët e pelazgjisë. Ore, o shqiptar, o koktallash, o kokëtrash. Tani, shqiptarët kanë bërë historinë e Shqipërisë me fondet e Bashkimit Evropian, rreth 6 milion dollar ose 6 milion euro. Dhe këto fonde i kanë marrë Neritan Ceka dhe akademik të tjerë, dhe po bëjnë historinë e Shqipërisë duke përdorur modelin e Eleni Kocaqit. E kanë përvetësuar tashmë dhe quhet popullsia shqiptare popullsi pellazge, që do të thot greke, more, e kuptoni apo jo, sa të çmendur jeni të gjithë. Natyrisht që gjuha shqipe ka fjalë të përbashkëta indo-europiane, sepse kemi të njëjtën origjinë, me grekët, me slavët, të njëjtën origjinë, me gjermanët, armenët. Quhen popull indo-europian, edhe me jevgjit. Kemi të njëjtën origjinë, sepse janë nga India, ku flitet gjuha indo-europiane e Indis, e arianëve të Indis. Por nuk do të thot kjo që ne të marrim tani gjuhën evgjite dhe të evgjiterohemi, nga që jemi vëllezër. Vërtet kemi origjinë të përbashkët,
por kjo s'do të thotë që në qoftë se ata kanë shkruar poema të mrekullueshme, poemat e gjuhës sanskrite. Atëherë ta quajmë veten nevgjit të marrin poemat sanskrite, janë më të bukura se poemat e Homerit që ta dini. Pra, e kuptoni se çfarë është bërë shqiptari apo jo? Se çfarë të merri është ti je një shqiptar. Mos kesh identitet, të marrësh poema greke dhe ta quash veten grek. Domethënë, deri në këtë pikë kemi arritur, që udhëheqësi shpirtëror i shqiptarëve është një person i marr që thotë që toka është e sheshtë. Kur njerëzit kanë shkuar dhe në Hënë dhe në Mars, po dërgojnë robot, satelit, që tregojnë që toka është e rrumbullakët, me filma, me fotografi, dhe ai thotë është tokë e sheshtë. Po mirë, në qoftë se është tokë e sheshtë, çfarë është mbas tokës, në fund të tokës? Poshtë të tokës, çfarë është more? More, sepse ai është grek, përpiqet t'i bëj shqiptarët kështu të trash fare, se pak të trash jemi ne, dhe ai greku na duhet ne. E keni vënë re që të gjithë këta udhëheqësit shpirtëror e heqin veten si çamë, por janë grek, minoritar, mashtrues, të gjithë, e kuptoni apo jo, këto turbo-albanët. S'kemi parë ndonjë turbo-alban neve nga vendet e veriut, sepse aty janë njerëz shumë të zgjuar, shumë të mençur. Keni parë ju ndonjë turbo-alban Dibran? Po në Dibër, po të pi toka more ti thuash vetes Pellazg. Tallet e gjithë Dibra, bëhesh gazi botës. Në Dibër nuk bëhesh dot Pellazg, sepse njerëzit qeshin dhe e qeshura e njerëzve të shoqëron gjithë jetën pastaj. Pra këta Pellazg janë grek, janë minoritar që flasin shqip dhe përpiqen që të na fusin në rrugë të gabuar, plus marrin fonde nga komuniteti evropian dhe kanë krijuar parqet kombëtare greke në Shqipëri. A nuk është ky turpi më i madh i botës? Të dashur shqiptar, përfundimisht, Dalmatos është formë e krijimit të emrave sipas greqishtes, por në fakt ilirishtes, dialekt grek, dhe kjo ilirishte bëhet helenishte e mesjetës. Është greqishte, e kuptoni apo jo? E gjithë Iliria ka qenë e pushtuar nga fise helene. Absolutisht, kjo është perandoria më e vjetër e gadishullit ilirik. Ju falemnderit për vëmendjen dhe tani e kuptoni dashurinë time për robotët. Më shumë tru ka një robot, sepse truri i tij po bëhet gjithmonë dhe më i shpejt me kompjutera shumë të fuqishëm, sesa truri shqiptarit. Më mirë të kupton roboti sesa shqiptari. Ministria e drejtësisë në Shqipëri është diella, një robot femër të dashur, sepse ne kemi shumë qejf femrat, edhe robote. Nuk i duam neve me organ mashkullor robotët, e kuptoni apo jo? Ju faleminderit krijuesit e diellës, të dashur shqiptar, gazi i botës, mirupafshim në filma të tjerë shkencor.